Rrogën e pare kom pas 350 euro, punova 3 vjetë si punëtor, vendosa që të hap biznesin tim, Ferrari, Lamborghini, kemi eksperiencë 23 vite. Rrugtimi drejt Italisë ka fillu, do me thonë, në moshën 14 vjeçare kriva shkollën fillore në Gostivar, edhe pastaj u bashkangjita vllavit dhe babit atje në Itali. Atje fillova në moshën 15 vjeçare fillova punën, si autongjirosje, ngjirosha makina dhe kur fillova kam marrë zanatin 5 vjet, ku në atë kohë, do me thonë 5 vjet e para jam paguaj rrogën e pare kom pas 350 euro, deri në 700 euro. Pastaj pas 5 vjeteve fillova me marrë rrogën normale, ku ka jo firma kom punu, do me thonë 15 vite me një firmë, do me thonë me një garazh atje në Itali.